Të nderuar shikues të televizionit Syri. Edhe një herë po bashkohemi në emisionin tonë bashkë me Sali Sefën me një mysafir të rrallë dhe që është mysafir edhe në televizionin Syri, por është mysafir edhe në Zvicër. Ramadan Regjepi, mirë se erdhe në televizionin tonë. Është kënaqësi të kam këtu dhe të bisedojmë pa asnjë rregulle, po vetëm po bisedojmë si dy miq, si dy shok, si dy kushëri. Ti ke punu në Prapashtic, nga edhe vjen, te mullini i Bajram Prapashticës si roje. Sa vite ke punu aty? 7 vite kom punu aty. 7 vite ke qenë aty i punëson. Aty kanë qenë edhe disa të tjerë, Nejmedin, Neziri e shumë të tjerë. Shumë tjerë. Mirë, po ju të dy keni pas një rol pak ma ndryshe. Ma ndryshe, ma besueshëm. Ramadan, atë kujtohet për herë të parë që kanë ardhur disa njerëz të panjohur te mullini aty dhe janë strehu. Kush i ka pru? I ka pru Sheqer Zeneli. Të nderuar shikues, Sheqer Zeneli është një veprimtar i çështjes kombëtare, ish i burgosur politik, profesor në vitet të tëra në shkollën teknike në Prishtinë, por më herët ka punuar dhe si mësues në shkollën Afërdita në Dabishevc. Por vetëm sa për informim se Sheqiri ka qenë dhe mbetet një ndër veprimtarët e shuar të çështjes kombëtare dhe shfrytëzoj rastin që ta përshëndesim nga ky emision. Atë kujtohet Dan, a ka fol paraprakisht një herë me Bajramin? Ka fol me Bajramin, ka ardhur të kone, kemi biseduar bashk, ka thonë qështu dëgjen. Atë ka testu ty ka pak se kuje? Ka testu, janë duhet me muni mua. Atë ka të regu që nëse vjen do një rast, që ata janë njerëz jo të rrezikshëm për ne, po që i njek për shteti. Edhe qka i ke thonë ti Sheqirit? O, i kom thonë Sheqirit, beri serbez. Në kohë që shkujnë ata, kom e shku edhe para tyne, se nuk epi. Do të thotë je kanë i gatshëm që ta japsh gjithçka tonën edhe jetën për me mbrojt ata. Për me mbrojt ata. Mirë, Dan, a ka mundësi, atë kujtohet diçka, unë edhe të ndihmoj, por a ki mundësi me tregu se kush ishin ata njerëz? Ata njerëz, u konë Azem Sylla, u konë Rambuja, Jakub Krasniqi, Ramadan Avdiju, e tjerë ka pos, këtë shumë pos. Ata u ndrojshin her pas her? Po, u ndrojshin, arshin si që dhe me punë të veta. Po, a vishin ata dhe kur u rrezikoshin? Kur rrezikoshin. Dhe gjeshin strehim atje? Gjeshin strehim. I strehojsh a konë një vikendica aty, i kemi pas disa dele aty. Ata kur shkojshin me pushua, u i marrë ato dele, kur ish borë, i silësha rreth asaj vikendice për me hupë tragjet, që me armën a kontrolua kush, mos me pa tragje që nana në janë. Ramadan, atë mësoj këty dikush për ato që me bua, po nga provuja... Nga vetë vetja. Do të ti i mirë që i silë që delit rreth asajt që me i hubë gjdo gjurëm të këpuzve të njerëzve, që edhe me ardhe kush mos me dyshu aty. Po, qashtu, pilin herë ka darë një 2 policë, edhe më kanë pytë ka kje këtu, thash kërkan. Markidi ka thash s'ka kërkan. Edhe e në sjellë rreth mullini e ponë që s'ka qëfar të tragu, për i thët njën e tjetër, hajde brehi që se da ka rajde. A dyshojshin edhe ata dana qka? Kishin pa dyshua. Kishin pas dyshu? Kishin pa dyshua. A ka ndodhë që të vinë
ma shpesh të rinë ma gjatë këta shokët, apo... Azemi ka nejtë ma gjatë, Sheqiri ka nejtë ma gjatë, kur në reziku atje, ka nejtë aty. A ke bisedu me Bajramin si pronari aty, a i ka rrezikua dhe kretë familjen edhe vetë vetën, ka qeni vedishëm për këtë? E ka qenë i vedishëm, që se pun i vedishëm, a e ka ditë. A i ka testu edhe Bajrami, edhe Sheqiri, qka me në te, a më bëne i sanë, u kom thonë, shpirtin e hapi, e këta shukë si hapi. Ti e dishe që është të organizu një formacioni veçantë i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është shumë interesante dhe shumë bukur kjo, por unë e them edhe një herë që Sheqir Zeneli ka dhënë kontribut shumë të veçantë edhe qysh si mësues, kur në atë kohë e kanë marrë bashkë me Isën, mësues Hilmi Rakovicën, kur ai vetëm sa ka dalë prej burgut, pastaj edhe shumë të tjerë që kanë kontribu dhe i falenderojmë përjetësisht për këtë. Dan, përpos këtyne të katërve që i përmende, unë jam shumë i vedishëm se atëherë ata dhe nuk janë prezentua dhe me emrat e tyne, dhe as ti nuk e tentu që ti dish kush janë, sepse ke para pasë një ditë do të ballafaqohesh edhe me situata tjera. Ka ndodhur edhe ajo. Mas gati 2 vite që janë strehu njerëzit aty, që është punu në mënyrën më të thellë ilegale aty, dhe mas 2 vite ka ndërruar përsëri në gjurmë. Ju, përveç që ishi aty si roje, a kishi edhe në mbrojtje tjetër që në rast t'ju sulmon kush? Kishëm diçka, disa arme kishëm, po ato fatkesisht u ranë në trag edhe erdhen në namorën. A ndihesh ti vetë, unë e mendoj se po, por a ndihesh ti vetë si pjesëtar e ati grupi edhe ati organizimi që u bënte atje, pasi që ti ke qenë mbrojtësi i parë, rrethit të parë i atyre njerëzve? Po. Ndihesh që ke qashtu është edhe kjo është e saktë. Po. Ramadan, çka ndodhi kur një farë mënyre ju kina punë, ose si ndodhi rasti kur ju hynë mas pari në Gjmedinin, pasaj Dytmorën, edhe çka ndodhi krejt në pika tua vetëm e vetëm çka ka ndodhur? U e më konë në shpe, në Gjmedini u konë atje. Te Mullini? Te Mullini. Or, 2 polistë më kanë marrë në shpe. Ishin serb ata? Serb të 2, edhe i kishin pa gjetë, ata u kishin pa kalëzur në Gjmedini, i kishin pa pregadit aty, edhe na morën na qunë në Dardani. Në Prishtinë? Prishtinë. Gjatë asaj rrugë, a ju thoshin diçka, a ju kërcnojshin diçka, as një fjalë? As një fjalë. Bile njone më tha, në dorë ta me je, jam dorë zotit. Ko ke ndorë sigurt atë? Po, e kur shkuva aty të mdullë. Nisën maltretimet pa para, për 6 orë. Do të maltretun fizikisht? Fizikisht, psikikisht. Çfarë metoda përdorshin? Sepse jam një si as ti në punë, pëse i kom përjetu. Bele vëlla, në herë, ma hinë durve, dikur me dashan komt, me qëtën një tavëllin, edhe në 2 mundjën kom, e ma kresën komve të këtë erëthi. E
E çka kërkojshin? Kërkojshin Ku shukon aty? ku shukon, u mojt një mbledhe aty. A u arsyetoj që ti në një farë mënyrë atë kishin edhe të pregadit pak? Pak isha i pregaditë, thash aty jenar këta tjilët demokratike kanë boni një mbledhe për mu javdojnë dëni ma fukarave që në konë të lëdhë, mjëllë, në tesh të kryqit koqë. A sa ishte e besueshme, sa të besonin ata për? Njoni tha veç ashtu konë, edhe të në bon s'ma përmenën ato, po kush ja u pruni që tu. Unë e thesha nuk di ka henar, as kush i ka prunë. Pa mujtë me qëndru dan gjitha torturë. Po u duke me qëndru sali, po asu kur se kom bon. Heq. Te mi ka shtyp edhe thajt. Me këput. Dan, ku ish ai qëndrimi jëtë? Ku e marrë gjithat forcë? E dishe që jetu e mbrojtë të drejten për atë arsy, apo? Për që ta disha që duhet me mbrojtë ma mirë me shku e një, se me shku e dhejtë. Do të kishe vendosë që të... Kisha vendosë... Edhe mos me qelë gojnë. Edhe mos me qelë gojnë. A e din ti, a je i vedishëm sot, se po të kishe folë ti, sa njerëz do të vriteshin, edhe do të burgoshin, edhe ndoshta kur mos do të dëllishin prej burë? Valla, jo më koni vedishëm. Për që ta ko vendos... E ke bo me vedijet plot gjitha? Me vedijet plot e ka bo se e disha që një numër e madhë dhe të shkuet edhe dhe tjetë pak them kjo punë. Dan, ti ata të trajtun në mënyrën më të keqe të mundshme, deri sa dhe thojt e komve i kanë qitë. Ki pasojat mëdhaja dhe sot. Kam pasoja edhe sot mëdhaja. Çka ndodhi kur e panë që s'po mujnë me gjetë kur gjo? Ndodhi s'mujtën me gjetë kur gjo, edhe ma shkru një letër që me dalë në gjyqë. Aha. Po atë letër një gjyqtar ma e anulloj. Edhe të ne kom nejt pak. Kur e kanë marrë vesh Bajrami edhe Brahimi, a kanë Bajrami ka pa vdek atëherë. A pa të vdek Bajrami atëherë? Ka pa vdek Bajrami. Brahimi e mojket? Brahimi e mojke dhe femija. Femija u koni maltretu më ko gjithë shumë. Brahimi... Pse femija dhe femin e morën atëherë? Femin dhe Brahimin dhe djallin e Brahimit. Bajramit. Pati da djallin Bajramit dhe shumë. Do të tëtë ata pas kanë pas informata këgjë që aty diçka u sjellë? Ata kanë pas informata një ditë për para. A mujti dikush me të ndihmu në atë rast? Po, së më ka një mua, femija... Ato të kanë ndihmu masi që të kanë liru këta, po aty mrena sa ishe? Aty mrena kurkush. E kur të lirun, që të qitën ishte dimën? Dimën, të borë. Kur të qitën prej aty, ti sa ishe në gjendje me lëviz, sa ishe në gjendje me ecë? Pe Dardanie. Sa i ka aty 200 metra, kom bo 2 orë. Rraga. A ish vona, nuk pa i ke kërkush? Jo, pashen, po zgudojke më marë kërkush në dorë. Jo më shkuve në qajturet Femis. Që shkove në qajturet Femis? Në autobus, erë dhe vëdhau,
i shkon të më prit për jashtë, edhe me ta jam hi në autobus. Në Gjmedini u konë ma pak i rrehen, po edhe a i më maltërtum pak, edhe më kanë ka për krahe, më shku në qajturët femis. Femia më ka thonë gjë sonë të ti me najtë këtu, tha shumë me najtë këtu hiqë, për me shku për i shpije. Kush të qoj për i shpije? Hasbia dhe femia më kanë quë në shpe, kom najtë të ri javë, pa u quë hiqë. Femi Hasani dhe Hasbi Hasani janë dy kushërit tonë, të cilët edhe kanë të regu guximin e tyre, sepse nuk ka qenë edhe lehtë edhe ajo, të kanë marrë prej Prishtine, të kanë hyrë në veturë dhe të kanë qunë në Prapashticë. Po, I falenderojmë edhe prej nga këtu. kur që ja di për njerë të madhe, që më kanë quë, po të në jëmet të ri javë, I shtritë. ishtë të rim, ku e dipin, ftoftë. Ramadan, po kthehemi pak mbrapa. Pastaj ishte lufta ushtrishmëtare, intervenimi i NATO-s, shpallja e pavarësisë më vonë. A të ka kontaktu ndonjëherë Masanej ose a ke pas kontakt ti me ata njerëz që ti i ke ndihmu edhe ke rreziku edhe vetën edhe të gjithë familjen? Po, me sheqirin, ma zë mësyllën, po. Kom pas kontakte, edhe gjatë luftës, edhe Me azemin po. Nuk e ka harru kur atë... kur se ka harru, edhe më ka faleminderuar shumë herë, se ka ditë që të kone u konë fija lamshit. Pikrisht. E tash, a ki librezë të ushtrisë shqiptare të Kosovës? Po, kam. E gëzofsh, sepse kjo është merit, kjo është diçka që meriton një shqiptar i cili ka kontribu me sakrificën e tij për lirinë që e gëzojmë sot. Po Dan, ç'është je tash? Tash, kom pengesa. E di që edhe këtu ke ardhur edhe për ndihma shëndetësore, sepse ti prej atëherë këmbët e tua i kije të damtume në atë masë, ti nuk mundesh me i kontrollu. Ashtu është. Apo të dhamin? Më dhamin, më pihen, më narthen ka herë të zehen. A ke pas frikë ndonjëherë ose ma vonë kur e ke kujtu atë natë çka po ndodh? Çka ke mendu kur ata të torturojshin atë mënyrë? Vesh ko menua, sa po mëj me qëndrua. Sa po mëj me Do qëndrua të da japi. friga jote ka qenë vetëm se Mos pokorina. Mos pokorina e pe bardë qafë, ata shuk. Edhe kur ishin dy, që ata sa ka të ishin kretë, kur u bëjshin 10, ju ko qitëshin për droka njëni tjetër, e pështojsha ma mirë. Është, të flasim për një rrëfim kaq original, është vërtet e nevojshme. E dim që populli i Kosovës ka vujt shumë. E dim që janë vra familje të tëra. E dim që janë humb edhe eshrat që na mungojnë edhe 1400 njerëz, eshrat e tyre. Edhe të sot të flasëm për një rrëfim, ndoshta është pak e tepruar, por unë mendoj se është shumë e nevojshme kur një qytetar i thjesht, një roje e cila punonte për bukën e gojës, të maltretohet në atë mënyrë sa që e ka pru në gjendje njeriu që të thot vetës unë duhet të jap shpirt, por nuk do të qes, nuk do ta... Tash fjala nuk u frigojsha që mos pokoritëm, a ka fjalë më e madhe se kjo? Po s'ka, po bindja ishë me forcët tona.
është shumë interesant, jeni rrit, baba ju i ka vdek shumë heret. Po, jemi rrit jetima, me një nona ka rrit, 3 fëmijëve. Është e njohur se te lagja e juaj, te Fanolt, historikisht gjithmonë kanë vra edhe kanë prej. Po. Që nga vitin 1921. 21, tuna në lagjën tonë. A të ka ndiku edhe ajo, për shembull, kur ke ndëgju se kush kanë qenë ata njerëz të ti që t'jesh ma kombëtar? Ka ndikuar shumë. Shumë, se i kemi pas vorret e tyne, qasaj dhe kemi ka përqy. Gjdo dit i keni po vorret? E sërë kum ka përqy aty, më ka ranë meni, që shumë ka kalzu pleq, që Ramadan, një pyetje të fundit tash e kam kështu. E the se i pari njeri i cili ka ardhë me bisedu dhe që i ka pru ata shok atje, ka qenë Sheqir Zeneli. po, Sheqiri ka qenë i burgosur politik. Unë kam qenë zonë si Sheqirit edhe ka qenë vërtet me ndikim që edhe unë ta mboj rrugën e tina. Si na keni pa ju në atë ku? juve u kemi pa edhe na u keni dhip për hjekat që u kanë ba juve, masi e kom ka përcyje që ato e kom E din dita, qka keni pas. Ramadan, ishte knasi për mu që të kam spaku me këtë rrëthim edhe të falenderoj shumë që të kom losët, po që jemi ni. U falenderoj për televizorën e ju, për ty, doktor Salisefa, që ma keni botë mëjsh me këtë shpeje. Për ne ishte vërtet knasi dhe dëshiroj që ky incizim, ky rrëfim i jyti, të mbetet edhe në arkivat e tona, por dhe ti do të mbash, dhe uroj që të kesh ende shëndet, të gëzosh lirin që je pjesë e saj, edhe të jemi bashkë ende. Inshallah. Shikus të ndëruar, ky është rrëfimi i Ramadan Regjepit, një bashkëdhetar i joni, i cili tregon me bindjet e tina të plota ma autentike se si duhet të mbrohet vendi, se si duhet të mbrohet çështja kombëtare. Andaj, edhe sot pas sa vitesh, falenderoj që ishte me ne, edhe që na tregoj për ngjarjen se si ka ndodhur edhe si ka shku. Ramadan, të falenderës dhe të urojmë gjithë mirat. Shikues të dashur, me kaq po mbyllim këtë emision, duke ju uruar juve një natë të mirë dhe të shihemi në emisionet tona të radhës. Falenderës shumë. Natën e mirë.